60 familje dhe më shumë se 20 biznese të një pallati në lagjen Apollonia në Fier, ende ndyrve të institucioneve pasi kanë mbi 2 dekada që kanë hyrë në shtëpitë e tyre, por ende nuk janë pajisur me certifikat pronësie. Një përfaqësi e tyre janë mbledhur pranë kadastrës së Fierit për të protestuar në lidhje me këtë problematikë të pasgjidhur shumë vjeçare. Banorët pretendojnë se në objekt nuk ka plan mbi vendosje dhe asnjë pengesë ligjore për të pajisur me dokumente të rregullta. S'po marrim dot certifikatat e shtëpive, kemi ardhur disa herë para këtij drejtori që ishtu. Njoftimet banorët i kanë, na sjellin pengesa, jo sot, jo nesër, jo sot, jo nesër. Kemi kontaktuar edhe me pronarin. Pronari thotë unë o kam quar letrat në tavolinë, thotë, pra vetëm sorallati, aty edhe 20 vjet. Dhe nuk dalim këtu as për lëmosh dhe as për gjë tjetër. Neve dalim se ato shtëpi kemi bler me gjak. Me gjak, e kuptoni? Dhe si përfundim jemi murëm shtëpi dhe jemi pa shtëpi. Kur s'ke dokumenta, je pa shtëpi. 2 dekada që presim të marrim hipotekat, nuk i marrim dot. Duam një kredi për një hall, nuk marrim dot. Duam ta shesim, nuk e shesim dot. Unë kam bler një objekt 200.000 euro. Dhe plot herë me drejtorët një pas një këtu kam kontaktuar gjatë 15 vjetëve të fundit. Tërkohën nuk ka pasur zgjidhje. Njoft gjithë drejtorat që kanë ndërruar, edhe na thonë që duhet të aplikoj pranari. Në fund fare na thanë që do ta bëni individualisht. Erdhëm, u mat pallati, heri këtu u përgatit në dosit, na thot drejtori që iku. Thot me procedurat tuaj po merremi, pastaj na mbylli derën, nuk na pranoi në takim fare. Ndërkohë ndërtuesi i pallatit 12 katësh, Njazi Vrenozi pohon se nga 9 pallatet që kanë ndërtuar në Fier, ky është i vetmi ku banorët e të cilit kanë mbetur pa u pajisur ende me certifikat pronësie. Sipas tij ngërçi ka ardhur pasi ka patur një mospërputhje të metrave të deklaruar nga ish-pronarët, problem që është sqaruar tashmë. Pallati që është me 60 banorë dhe 30 dyqane, nuk është certifikuar për arsye të pronarëve, sepse pronarët në fillim kanë thënë deklaruar, kur kanë bërë kontratat, kanë për 20 metro. Faktikisht kanë pas në 5-6 metro dhe tu ka ardhur ngërçi i këtij pallati, sepse ai pallat është bërë me rregulla, me leje ndërtimi, me të gjitha pagesat ndërtime, super pagesa, dhe më i mirë nga gjitha pallatet e tjera, dhe për neglizhimin edhe të drejtorave që janë ndërruar shumë herë këtu, ka ngel ai pallati më kryesori dhe më i miri. Dhe gjithë banorët kanë shumë të drejtë që vajti gati 20 vjet që ky pallat nuk është bërë. Me gjitha konfermë, me gjitha rregullat, është ka të shkruajtura edhe asnjë gjë mangut. I kontaktuar në lidhje me këtë problematik, drejtori i kadastrës Evarist Kazheli ka pohuar se dosja do të trajtohet me prioritet për t'i dhënë zgjidhje sa më të shpejtë shqetësimit të banorëve.